Në Çorav të Pogradecit janë mbjell 50 fidan të rinj të llojit arr në kuadër të një nisme për mbrojtjen e mjedisit dhe pyllëzimit të zonës. Aktiviteti u realizua fal bashkëpunimit mes Fondacionit Islam Alsar dhe Bashkisë Pogradec në bashkëpunim me Njësinë Administrative Çorav. Fidanët u mbollën përgjatë lumit të Çoravës me synimin për të gjelbëruar territorin, përmirësuar ekosistemin dhe për të kontribuar në parandalimin e erozionit në këtë zonë. Drejtuesi i Fondacionit Islam Alsar, Mehdi Gura, u shpreh se kjo nismë është pjesë e misionit fondacionit për dhënë një kontribut konkret në mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës në komunitetet lokale. Ai theksoi se investimi në gjelbërim dhe natyrë është një investim për brezat e ardhshëm, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit me pushtetin vendor. Fondacioni Alsar për vitin 2026 po e çel aktivitetin e parë me mbjelljen e fidanave të arrave në këtë zonë. Sot këtu do të mbjellim në bashkëpunim me Njësinë Vendore të Çoravës, në bashkëpunim me zotni Oli Gertin, 50 ronj arrash, të cilat janë projektuar për të dhuruar për këtë zonë. Ditët e afrimit të muajit madhëshëm të Ramazanit, ne si fondacion, si që kemi qenë prezent gjithmonë edhe në muajin e Ramazanit në këtë zonë, do të jemi prezent me ndihmat tona. Sigurisht që donatorët tonë që janë në Gjermani asnjëherë nuk na kanë dhënë pa mbështetje. Shpresojmë që mbështetja e tyre të vazhdojë edhe për ditët e ardhshme, për muajin e ardhshëm, kryesisht për shtresat në nevojë në Republikën e Shqipërisë dhe për shtresat e jetimëve që mbulohen nga fondacioni jonë. Falenderojmë Fondacionin Alsar për bashkëpunimin dhe mbështetjen që na ka dhënë gjatë gjithë këtyre viteve, ku edhe më përpara na ka ndihmuar me pako ushqimore, edhe tani për fidanët e arrave. Faleminderit dhe shpresojmë që bashkëpunimi të vazhdojë edhe më tej. Ky aktivitet është pjesë e një bashkëpunimi të vazhdueshëm mes Njësisë Administrative Çorav dhe Fondacionit Alsar, i cili ndër vite ka ofruar ndihmë të vazhdueshme për familjet në nevojë të zonës, kryesisht përmes shpërndarjes së pakove ushqimore gjatë muajit të Ramazanit dhe festës së Bajramit. Nisma të tilla vlerësohen si një kontribut i rëndësishëm jo vetëm në aspektin mjedisor, por edhe në forcimin e solidaritetit dhe mbështetjes sociale në komunitetin e Çoravës.